Doni të keni kujtesë të fortë, ja çfarë duhet të hani. Ushqimet tradicionale të dietës së mesdheut mund të ulin në rrezikun e shfaqjes së demencës dhe humbjen e kujtesës. Në këtë studim të rëndësishëm, studiuesit treguan se është e mundur që jo vetëm të përmirësohet funksioni i njohës, më specifikisht kujtesa, por gjithashtu të zvogëlohet rreziku për sëmundjen Alzheimer. Sa më shumë të përputhej stili i tyre jetesës me dietën mesdhetare, njerëzit kishin një vit shtesë më pak plagë të trurit. Kjo dietë konsiderohet si shumë e lehtë për të mbajtur pasi është e pasur në yndyrra të shëndetshme dhe peshk dhe e varfër në ushqime të procesuara dhe mish të kuq. Një tjetër veçanti e kësaj diete të prezantuar për herë të parë në vitin 1993 është fakti se nuk ka një listë fikse me ushqime pasi çdo rajon e mesdheut e përshtat atë në bazë të gastronomisë së saj.